Përgjigjen pyetjes tënde po iku Rama ç'a do ndodhi? Po. Shiko, nuk funksionon kështu që do iki Rama dhe do thot hajdeni juve tani të zyra. Jo, ai mund të jetë edhe skenar. Hikën Rama ke 45 ditë kohë për përgjigje, kush regjistrohet si subjekt politik. Rama në bindjen time nuk mund të bëj dot lojra të tilla sepse ka shumë variabla për cilëve është i varur. Jo, dhe sikën ai nga kjo histori. Unë mendoj që ai do të tensionuar kaq shumë sa që ky grupi juaj ikja e Ramës vjen me tensionimin e situatës. Pra situata tensionohet aq shumë sa që e detyron Ramën. Nuk është se do iki Rama do hap zyrë. Shikosha Gronsheja e bën protestën vërtet për llogarit partisë vet, jep debatet e partisë vet, bën opozitarizmin e tij, pranohet në njërin krah, në krahun tjetër kemi kërkon të marrë meritat, paktën siç e shikoj unë. Në krahun tjetër kemi Arlind Qori. Kërkon të marrë meritat. Pra, problemi është që Berisha thot që të dalin të mbështesin simpatizantët e mi protestën. Pra, ajo që dua unë është që të paktën sinqerisht mos e shkoj dëm gjithë kjo energji, gjithë ky vrull, sepse do të ketë ndryshim. Për fatin e kësaj është gjë më kryesore, qoftë edhe kjo lëvizje që thot profesori ne kemi 6 muaj, që unë e di që po punohet për kërkesa për ndryshimin e kodit zgjedhor, të bëhet unifikohet me pjesën e protestës këtu, të ngrihet një grup nismëtar për qëndrimin e protestës si këtij zgjimi, që ta vësh në pozita, sepse ndryshe ti mund të bësh kërkesa. Ja një sekondë. Mund të ndodhin dhe këto, po dorëheqja vjen kur presioni i jashtëm bëhet shumë i madh dhe bashkohet me presionin e brendshëm dhe vjen pika ku ai natyrshëm kushtëzohet. Janë shumë të fortë. Nuk është se do iki nga thirrjet, ë? Nuk do të se do thrasim edhe do ikim. Dhe ajo që do të thotë për mua, kjo pjesë më falë profesor, mos të iki dëm me gjithë kjo energji, po ta them tërë. Asgjë nuk përjashtohet nga kjo që thua. Juve duhet të nxirrni ekipin, të afroni gjithë intelektualët, edhe unë jam opozitar më vëlla. Hapi, shikoj videot në kohë, kam shfaqur problematika, kam thënë dhe për atë procesin e arsimit, që nuk vihet Dora Kollaj të ndryshosh të bësh ligjin e arsimit, për mjekësinë, për drejtësinë e tjera, nuk është kaq kollaj. Sepse neve kemi shkrirë një industri që u ndërtua me vite nga djersa e prindërve tanë, dhe lam të shkërmoqej nga kjo klasë politike patjetër. Me fjalë, sikur mos ekzistonte. Pra kjo ishte një gabim i jashtëm. Shiko videon e shkatërimit të uzinës Ballçit. Ku jemi ne sot me uzinën e Ballçit? Krim. Ku jemi sot? E di që të thot, një vend që prodhon naftë, është krim, të eksportoj sot dhe të importoj karburant për të përpunuar me çmime shumë më të shtrenjta. Është turpe dhe neve, më fal pak Aurora. Ta prek pak edhe këtë. Pjesa e karburantëve është pjesa më e hidrokarbureve, prek pjesën që janë bërë masakra mbi në tokën tonë. Dhe ne të bëjmë çmimin me janë bërë sepse neve duhet të kishim minimalisht një rafineri që në këtë krize globale ne të administronin çmimin e mos të rritej çmimi si pasojë edhe tjera. Dhe kjo është marrëdhënia për cilën shikoj unë. Okej, profesor. Shiko, parolla mbi të cilën vërtitet aksioni, veprimi i protestës ndër më të rëndësishmet është Rama në burg, Berisha në burg. Unë këtë parollë nuk e lexoj dot. As kam se ta lexoj, as nuk mendoj se është formuluar si e tillë që vërtet t'i shohim atje. Jo. Me këtë do të thotë largimin e klasës së largimi, ikni, nuk duhet vini. Kështu që dorëheqja nuk ka kuptim të kërkohet dhe të konsiderohet si fetare në momentin kur vërtet ai mund të japi dorëheqjen. Mund ta japi realisht, po mund ta japi në këtë kontekstin që jo, nuk duhet ta lejojmë ta japi. Po mund ta japi ai, mund ta shohë si taktik? Mund të jetë një patjetër, në qoftë se, unë nuk e di se cila është. Zoti Kuma është lexues shumë i mirë i manovrave. Nuk e di se kush është pozicioni i sotëm i zotit Rama. Bile ai është shmangur në maksimum pjesës dhe ngarkesa politike që sjellë gjithë kjo gjë, qoftë keni vërë, gjithmonë është kundër përgjigjur asaj çka i kërkohet nga protesta, vetëm duke referuar problemit. Nga ku nisi protesta. Ka projekt, s'ka projekt, hajde të ulem ta bëjmë kështu tjetër. Kështu që për mua, në asnjë mënyrë nuk duhet të lejohet që kjo parull të ketë si produkt të saj një proces vendimarrje për të larguar nga detyra që ka sot, dhe për të zvendësuar pastaj me një tjetër.
por të realizohet si një proces i cili i largon të gjithë këta dhe si Kuvendit i Shqipërisë në një mocion mos besimi për kryetarin e qeverisë, i cili duhet të shoqërohet në të njëjtën kohë edhe me propozimin e kryeministrit të ri, bie dakord dhe e realizon këtë mocion dhe votohet ky mocion e qeveri, duke i hapur rrugën krijimit pra të asaj qeverisë, si më thuhet, qeverisë, si të duash virjeme, e cila do të përgatisi vendin pas kësaja në zgjedhjet e ardhshme të parakohshme. E cila edhe njerë, vetëm teknicien, vetëm teknicien, e cila edhe njerë, për mua nuk mjafton. Nuk mjafton. As qeveria teknike. Jo, nuk mjafton. Në qoftë se protesta do ta quajë të kryer misionin e saj, sepse hariti një gjë të tillë apo jo, do të ta lëri në mes atë punë që është duke bërë për të realizuar objektivin e saj kryesor, që është ndryshimi. Ndërkohë, opozita t'i jepet kohë protestës, pra qytetarëve, të rinjve, ju jepet koha për të formuar kapacitetet, për të qenë konkurrues në zgjedhjet e ardhshme dhe fitues të zgjedhjeve të ardhshme, të cilat ti bë çfarë të duash, sa të duash mund të bësh protesta, në fund fare është një copë letër që hidhet në një kuti, është vota që e bën atë, dhe vota është fshetet si se gjendët, por duhet ta bësh qytetarin që ta votojë, të votojë për veten e tij, pra. Të mos shkoj qytetari pas partisë, mos ketë frikë edhe një, mos shkoj qytetari pas partisë, por të vinë partit pas qytetari. E kam artikuluar para disa kohëve këtë kërkesë për mua shumë të rëndësishme për ndryshim sjellje si shoqëri. Deri sot, shoqëria tonë ka funksionuar si pas kësaj kahu. Partit dhe pas tyre zgjedhësit. Dhe zgjedhësi ka qenë pasiv. Absolutisht nuk ka bërë asnjë gjë qytetari, po vetëm ka hedhur po. Edhe me atë gënjeshtën e madhe që i bën me hapjen e listave, të cilat edhe ato i masakruan se që i bën, u duk sikur apo edhe mirë. Aty nuk e përfaqësuesi i qytetarëve, po e përfaqësuesi i kryetarit. Dihet apo. Të ndryshohet kakja e veprimit si shoqëri. Nga partit qytetarët bëhet, nga qytetarët partit t'ju vina mbrapa qytetarëve. Ato të bëjnë gjithë. Aurora, na lejo pak sepse... Dhe kjo... Se do të flasi pak u lindë. Dhe kjo kërkon. Dëgjoj, ata janë dy djemë të rinj, kanë aspiratat të tjera për jetën, ndryshe nga ne të cilët ne po thuaj një pjesë të jetës tonë e kaluam me këtë hëse do bëhet me mirë nesër, hëse do bëhet me mirë nesër, dhe ajo pjesë për të cilën ne po diskutojmë sot këtu është një dështim jashtëzakonshëm, qoftë edhe i brezit tim të flasim edhe atyre miqve, kolegëve të mi, sepse u desh një protestë e tillë qytetare, të flasim atë që është, të flasim me logjik, sa dallim ka protesta qytetare nga protesta e Partisë Demokratike. Protestat e Partisë Demokratike në darkë mbylleshin me molotov dhe goditeshin forcat e rendit, ndërsa shikoni të paktën këta kanë dalë nga shtëpitë, janë aty, po bëjmë protestën, japin ato mendimet e tyre, kanë bërë qëndresën qytetare dhe po japin një leksion edhe asaj klase politike që përfaqëson opozitën.